Pasqet mira. Tash dëshirojmë u kallëzu kush janë ata që e kanë projektuar ose komisioni që kanë bën këtë projekt për kishën e Shtanot, që është një projekt shkatrimtar. Ishte delegati general Patrlovru Gavran, i cili tash jeton në Gjakov, por është prej Bosnit. Mas atij ishte definitori general Patër Ivan Cezar, që sot është delegat general. Ishte Patër Pashk provinciali Patër Pashk Gojçaj, ishte Patër Aurel Gjerkaj në atë kohë provincial, Patër Mirash Marinaj, rektor i kishë Shtanot dhe guardian, kurse ai që e ka realizu projektin ishte Patër Fram Dushaj prej Tuzlit, që me një arkitekt të Tuzlit kanë realizuar këtë projekt të faqe zez, përfshim të gjithë ta që u tregova si janë kënë në komision. Shpesherë më kanë thonë, pse del vetëm ti, pse nuk dalin edhe tjertë. Unë as nuk thirri, as nuk i thëmë prej frekenvet, as prej meshtarvet, as prej zhvivet, e janë me mbrojtë vërtetën. Nëse ata nuk janë zot me mbrojtë vërtetën, e me folë për vërtetën, e me folë për të mirën e popullit vetë, për të mirën e kishës vetë, as nuk më duhen gjë me i thirë. Ai që ka frikë vetë vetën, e nuk është në gjendje me mbrojtë vërtetën, për cilën janë thirë, pikrisht me mbrojtë vërtetën e me shpatë vërtetën mes të tjerëve, që më duhen mua ata? Me i marë më veti. Është 1000 herë ma mirë me marë njerëzit, ata që kanë vullnetin e mire, janë shumë më të nërgjeshëm me punue për mirën e vendit tonë, se sa këta. Atër i la, mami të rinë aty, ndashin dalin, ndashin më zalin. Nëse zemrë atynet, nëse menja atynet, nëse nërgjeshë atynet, u thotë mos deli, mos dalin. Për mu nuk ka nevoj me dalin, asaj as kërkush. Sepse unë s'kam problem me mbrojt kush, ka dhe ishtë i madhe Zot, jam në dorë Zotit, e mbrojt Zoti, por vetëm ta din një gjanë, se i kjo qeshtje nuk frenohet prej mejet, tonën pushoshin deri sa këta të hjekun dorë prej këtij projektit shkatrues,